Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakojmë sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të pozicionuar tashmë tek Ferma VIP. Ferma VIP sot ka nisur ditën mrekullueshëm, do me thënë është një ditë festive. Festojnë ditën e 1 qershorit, ditën e fëmijëve, ku në këtë rast do me thënë përzihet që të gjithë fëmijëve t'ju uroj gëzuar dhe qofshi të lumtur në jetën tuaj, qofshin vitet e më të bukura dhe të arta të jetës suaj. Dua pak të ndaloj tek mimoza dhe tek zhaku. Ju e dini shumë bukur që zhaku që në momentin që hyri me atë fasionin, dashurin, pasionin për të qëndruar pranë mimozës, për t'i dhënë mbështetje mimozës, për ta duar trokitur fenomenin mimoza, ashtu si që ky fenomen duar trokitet jashtë. Në ditët në vazhdim, mimoza dhe zhaku të çuditërisht, do me thënë, patën shumë dinamika me njëra tjetrën, do me thënë patën shumë debate të pakuptimta me njëra tjetrën, debate që në fakt ngritën pikpyetjen tek publiku shqiptar se çfarë po ndodh me këto dy vajza, por siç duket qetësia e mimozës dhe pozitiviteti i mimozës e bëri që zhaku të ulet edhe të mendon dy herë, në qoftë se unë vazhdoj të bëj këtu dinamika negative, po dëmtohem jashtun. Por unë mendoj që kjo nuk ka qenë dinamika e zhakut. Zhaku gjatë gjithë kohës fillimet e saj rinte tek dhoma e Agait, ndoshta ka marrë mësime nga Agai se si do ta ndryshonte lojën, se si do ta ta kthente fokusin te vetja. Por mendoj që zhaku nuk i ndoqi mësimet e Agait për ta ul mimozën. Ajo vazhdoi në fillim njëherë me inate, me mlefe, por e pa që nuk i pinte luga ujë dhe vazhdoi, ndryshoi komplet karakterin, tashmë janë bërë dy miket më të mira në ferm. Pyetja që më së shumti më ka ardhur mua është kjo: Tiron, a mendon ti që zhaku dhe moza kanë një shoqëri të vërtetë dhe a do të jenë mike jashtë? Unë mendoj se nga ana e mozës ka një sinqeritet në marrëdhënien me zhakun, do me thënë moza ka patur një lloj muri që në fillim i dukeshte e pabesueshme, se të dy vajzat kishin një histori në mes, ndërsa mendoj që zhaku kishte një lloj strategjie që të ngrej personazhin e saj, që publiku ta dojë dhe ta duar troket, se normalisht tashmë jashtë të shkrijuar ky fenomeni se kush është afër personazhit që e do publiku gjithmonë është i fituar, dhe në këtë mes unë shoh një zhaku e cila do me thënë është duke përdorur një strategji që në thelb është një strategji e lexueshme, është një strategji e mirë kuptuar, por është një strategji që në fakt mundet edhe të djeg. Dhe për këtë gjë unë shoh një zhaku që është pak e trembur për brenda se si komentojmë jashtë. Por gjithsesi e shoh që zhaku do me thënë e dështoi produksionin dhe ndoshta produksioni edhe për këtë gjë është acaruar me zhakun dhe mund ta heqë edhe nga ferma.